Me emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, shikues të nderuar, jemi në emisionin në hijen e Ramazanit. Sot është një ditë feste për mbar besimtarët musliman anë kënd botës. Sot festojmë dhe jemi të gëzuar për faktin se arritëm që përgjatë një muaji të angazhohemi me adhurime dhe me punë të mira në mënyrë që sot të arrijmë gëzimin se një besimtar, një agjerus e meriton dhe synon shpërblimin nga i madhi Zot. Për të folur më shumë rreth temës së fitër Bajramit dhe kësaj feste në përgjithësi, kemi të ftuar imamin e nderuar Ilmir Xhepi. Mirë se erdhët. Mirë se vjen. Atëherë, çfarë kuptimi ka festa në këndin islam? Si shpjegohet kjo? Festa, siç e thotë vetë emri fest, është diçka për t'ju gëzuar, por në kuptimin e Bajramit theksohet më shumë çështja e gëzimit për faljen e Allahut. Sepse ky Bajrami që kemi ne në qiell ka emrin Yaumul Jaize, që bie dita e shpërblimit, që mendohet apo supozohet, apo themi sipas anës shpirtërore tonë, shpresohet që Zoti i Madhruar na ka falur edhe ne i gëzohemi asaj faljeje. Po, domethënë ditë feste, dita kur realisht në këtë moment njeriu pret shpërblim nga i madhi Zot. Por çfarë shpërblimi presim na në këtë ditë feste? Edhe pse duhet gëzohemi? Shpërblimi më i mirë është falja, që Zoti i Madhruar na fal. Edhe këtë ditë, në ditë Bajramit, ne shpresojmë se Zoti i Madhruar na ka thënë nëpërmjet melekëve të tij, na ka thritur nga qielli dhe ka thënë qad ghafarallahu lakum, që Zoti tashmë ju ka falur. Edhe ne i gëzohemi kësaj shprese për faljen e Allahut të Madhruar. Prandaj edhe urojmë njëri tjetrin gëzuar Bajramin apo urime për Bajramin, që është gëzim për faljen e supozuar më saktë të shpresuar nga Allahu i Madhruar. Pra, adhurimi i përgjithshëm që është bërë nga një agjerus në muajin e bekuar të Ramazanit, qoftë duke u nisë nga agjerimi, pra vetëpërmbajtja, durimi, namazi, leximi i Kuranit, të gjitha këto pra mblidhen dhe në këtë ditë i japin besimtarit. A ndjen zemra këtë lehtësim dhe këtë shpërblim? Përderisa në aspektin e jashtëm në fytyrë shihet gëzimi dhe lumturia, por në zemra ona e brendshme sa ndjen këtë shpërblim? Sigurisht që edhe ndihma e Allahut vjen sipas rasteve, dhe ne për ditën e Bajramit do të kujdesemi që të veshim ndjenjat e gëzimit. Dhe edhe nëse ne jemi në rrethana jo të favorshme, çfarëdo aspekti, ne do të bëjmë përpjekje që të veshim për këtë ditë ndjenjat e gëzimit. Dhe sigurisht që me që është rasti, edhe është i legjitimuar kjo festë me fen, edhe Zoti i Madhruar na ndihmon që ne të veshim ndjenjat e gëzimit. Prandaj ndoshta është ajo shfaqja që edhe njerëzit duken të gëzuar. Këto është edhe rasti që pse shprehja gëzuar Bajramin, pse urime për Bajramin, se është na ka ardhur që shokët e dërguarit alayhis salam kanë thënë taqabbal Allahu minna wa minkum. Allahu na pranoft neve dhe juve. Por lejohet që themi edhe gëzuar, siç e ka shpjeguar edhe Ibn Abedini, sepse gëzimi apo mubarekja, që është në gjuhën arabe, pra bekimi i Allahut është realizuar aty ku është realizuar pranimi i ibadeteve. Pra me që ne shpresojmë që ibadetet tona, angazhimet tona, përpjekjet tona fetare janë pranuar, atëra e ku ka qenë e bekuar. Do të që ka vend për gëzimin tonë. Prandaj edhe lejohet të themi gëzuar Bajramin, siç e ka thënë edhe juristi Hanefes që ka qenë Ibn Abedin. Po, a në kupton kjo se pas një angazhimi të gjatë, pas një lodhje dhe mundimi, besimtari kur arrin një sukses duhet kënaqet, duhet jetë falëndërues, duhet jetë i gëzuar? Sigurisht, edhe ndoshta është rasti më tipik i realizimit të asaj që në shkencë njihet si neuroplastika.
Do që njeriu ta modeloj veten. Megjithëse mund të jetë lodhur, megjithëse mund të jetë angazhuar shumë, ai në vend se të shpreh lodhjen, ai shpreh gëzimin që ja ka dalë edhe që është shpresë plot që Zoti ja pranon. Pra ju pohoni se ndërlidhja e Ramazanit me Bajramin është pikërisht dhe një urtësi dhe një mësim që duhet ta bartim edhe përtej Ramazanit në aspektin e përditshëm ditor, për faktin se kur kemi lodhje, por kur ka sukses, njeriu duhet ta gëzojë këtë moment. Unë kuptoj që Zoti Madhruar nëpërmjet këtij fakti, nëpërmjet këtij manifestimi, na jep edhe shenjën, na jep edhe kuptimin që edhe ajo botë pas përpjekjeve të shumta që i kemi në këtë botë do të jetë koha e gëzimit edhe koha e korrjes së shpërblimeve. Fitër Bajrami, pse quhet me këtë emër ose Bajrami i Madh? Çfarë dallon prej Bajramit të vogël kur ban Bajramin në këtë rast? Si bëhet ndërlidhja atyre? Bajrami i Fitrit, sepse ne në këtë muaj, siç dimi, kemi nxjerr fetrat, kemi dhënë fetrat. Edhe është zgjedhur ajo fjalë që të emërtohet kjo festë. Kurse ne që përdorim Bajrami i Madh dhe Bajrami i Vogël, fetarisht ky është Bajrami i Vogël, sepse është një ditë. Kurse Bajrami i Madh është Bajrami i Kurbanit. Sa i ka ditën e Bajramit, plus i ka ato 3 ditët e Teshrikut. Po. Mund ta krahasojmë apo mund ta analizojmë duke parë agjërimin. Se agjërimi ndalohet vetëm këtë ditën e parë, kurse në Bajramin e Kurbanit apo në Bajramin e Madh është ndaluar në 4 ditët. Pra ditën e Bajramit të Kurbanit edhe ditët e Teshrikut. Por si mbeti kem popullin tonë quhet Bajrami i Madh, mos ndoshta për shkak të angazhimit të madh një mujor paraprakisht Ramazanit dhe është quajtur me këtë simbolik. Nuk besoj që mund të jetë ndonjë gabim i madh, bile nuk di a mund të quhet edhe gabim, sepse termi Bajrami i Madh, Bajrami i Vogël nuk janë terma fetar. Janë shprehje nga jashtë, shprehje nga jashtë i festës. Kurse si shprehje Bajrami i Madh, Bajrami i Vogël përdorin edhe arabët, bile ata e quajnë origjinën që është si shprehje është ndërtuar është përdorur së pari në Egjipt. Me dallimin që këtij Bajrami thuhet Bajrami i Vogël, kurse atij të Kurbanit Bajrami i Madh. Po. Jemi në duke referuar kohës, është 1 ditë dhe 4 ditë. Kur meritojmë të festojmë në aspektin e përgjithshëm të jetës sonë, duke referuar natyrisht të jetës pejgamberit alayhis salam. Kur mundet me festu, në cilat momente? Apo do të jetë e treta fest apo ndonjë kohë veçantë? Dihet që Bajrame apo festa fetare janë 2. Po. Bajrami i Fitrit dhe Bajrami i Kurbanit. Edhe është një rast kur i dërguari alayhis salam ka parë ata duke festuar dhe i kanë treguar se i festojnë 2 ditë, edhe ka thonë qad abdalakumullahu bihima khayran minhuma. Ka thonë se Zoti i Madhruar ju ka ndëruar këto 2 festa që ju po i festoni me 2 tjera që janë Bajrami i Fitrit edhe Bajrami i Kurbanit. Pra këto janë festa fetare. Kurse njeriu ka festa edhe të tjera, po jo fetare, siç është festa e pavarësisë, festa e çlirimit, mirë pa ato janë jo festa fetare. Po. Sepse festë fetare jashtë këtyre dyja nuk po. Në këtë rast me kë duhet festohet Bajrami? Ne shohim që mëngjesin e hershëm gjithë besimtarët marrin abdes, shkojnë për ta fal namazin e Bajramit së bashku. A nuk kupton kjo se e mira e përgjithshme dhe festa në këtë rast ka kuptimin kur jemi së bashku, kur jemi të unifikuar, kur jemi të gjithë në drejtimi? Sigurisht që Zoti i Madhruar gjithçka që ka legjitimuar dhe që na ka kërkuar në praktikimin e saj është e mira e përgjithshme. Te rasti i Bajramit e shohim më konkret, sepse shërben për t'i konfirmuar në lidhjet tona dhe për t'i forcuar lidhjet sidomos familjare që Kurani kushton shumë rëndësi. Madje Allahu i Madhruar betohet në lidhjet familjare, wal arham.
Dihet që Allah i madhruar nuk betuhet në diçka që është me pak vlerë. Se njerëzit kur ruajnë lidhjet e tyre familjare, ushtohet bereqeti, ushtohen begatit, zbresin bekimet e Zotit, madje edhe mund të zgjatet jeta. Prandaj fjala jonë të ngjatë jeta do thotë ka më shumë ti është më afër kuptimit vet pikërisht në Bajram. Sepse ne urojmë të afërmit tanë edhe të njohurit tanë, konfirmojmë lidhjet tona, shtojmë dashurinë ndërnjerëzore, edhe kjo është prej qëllimeve të shariatit islam, të Kuranit edhe të Sunetit pejgamberit alayhis salam. Jo përmendet sa rëndësishme është që në këtë rast të ketë vizita ndërsjellta, po cili është shpërblimi këtyre vizitave? Dhe a mund të synoj njeriu përmes këtij shpërblimit edhe falën nga mëkatet? Ne kemi edhe fjalë dërguarit alayhis salam që kur njeriut besimtarit i zgjat dorën, atëherë do të ende pa u tërhequr dora, mëkatet e tyre shpresohet që të gjitha të falen. Po. Bajramin popullin ton, domethënë si manifestim, si rrjedhë ditës, si mund ta shpjegosh këtë, si mund ta analizosh në aspektin përmbajtësor, çfarë vlere ka dhe sa ndikon në rregullimin e raporteve domethënë shoqërore mes vete? Mendoj se ka shumë ndikim, se ka shumë njerëz që ndoshta nuk flasin ndërmjet vete, mund të kenë pasur raporte të lënduara, po megjithatë ata presin Bajramin, apo është Bajrami ai i cili i lidh, sepse edhe vendosin kontekste kur ata do të flasin mes vete. Edhe që një njeri është i me dyshur ta vizitoj apo ta marrë në telefon dikun apo jo, në Bajram e ka rastin që ta ndërmarr hapen, që ta bëj, edhe kjo ndodh, se cili njohim njerëz që u ka ndodhur, janë ndodhur në kësa rastesh. Edhe këtë mendoj se është ndihma e Zotit të madhruar, sepse përdisë Zotit adit na drejtohet, shpresojmë që na drejtohet që ju kanë falur, atëherë njeriu i cili është i falur e ka më lehtë që të falë. Ai i cili e ka shpresën në zemrën e tij që Zoti i madhruar e ka falur, e ka më të lehtë që t'i falë njerëzit, t'i toleroj edhe ta ndërmarr hapin që t'i uraj. Ose kthen një raport që e ka pasur të lënduar, po në rastet më të shumta që e konfirmon lidhjen edhe i jep kuptim asaj lidhje të afërsisë që ka. Pra, në një aspekt tjetër, në këtë rast dita e Bajramit jep atë shembullin se ndonjë raport të lënduar mes disave e shëron, pra ata i pajton mes vete. Kjo ditë dhe kjo ndodh, po kjo ndodh, padyshim se po. Edhe vrejet edhe ashtu është bereqeti i kësaj dite. A mund të themi se dita e Bajramit është shkaku më i madh që njeriu duhet të vazhdojë tutje, sepse e ka parë forcën e tij gjatë muajit Ramazanit, dhe tashme nga kjo ditë feste duhet reflektimi që të vazhdoj tutje dhe pas kësaj dite të bekune, me angazhim të mirëfillt, me kontribut të veçantë, raport me të Madhin Zot dhe në raport me shoqërinë. Po, dhe mendoj që vetë fakti që është kohë Bajrami, është kohë në cilën, si që thamë disa herë, shpresohet që njeriu të jetë çliruar nga gjunohet, atëherë kur ai është i çliruar është edhe më i qeltër, është më i hapur, edhe është më i gatshëm që të jetë më i afërt me njerëzit. Në këtë rast, Bajrami si koncept, realisht çfarë synon tjetër t'ja për besimtarin në këtë rast? Përveç vizitës tjetrit, përveç unifikimit, a ka mesazhe tjera që në këtë rast mund të marrim ne nga kjo festë e bekuar? Po mendoj që ajo më kryesor është aspekti social. Po. Që njerëzit e ndjejnë afërsinë me njëri tjetrin, edhe e ndjejnë nevojën që t'ja konfirmojnë atë afërsi tjetrit, edhe ta urojnë për Bajramin, sepse ai urim është urim për faljen e Zotit të madhruar, që Allah mund na ketë falur dhe mund t'i ketë pranuar ibadetet tona,
po është edhe konfirmim i identitetit, i asaj çka ne jemi bashkë. Prandaj edhe aty në Kur'an fjala fe bidhalike falyafrahu, edhe për këto ata le ta shfaqin gëzimin, le të gëzohen. Është prej rasteve të ralla kur diçka emocionale urdhërohet, le të gëzohen. Se mund të thuash njeriu që le të shkoj, le të vi, le të punoj, po le të gëzohen do të thotë që ata të mendojnë për të mirat e Zotit Madhruar, të shpresojnë për faljen e Allahut që ka ndodhur, që ka pranuar agjërimin e veprat e mira që kanë bërë. Do të është ajo që përmenda si neuroplastika, që njeriu modelon vetveten, edhe të jenë në atë gjendje që pastaj edhe turojnë, do të për këtë tonë që sa të mirën e ka sjell Zoti, sa mirë presin që Zoti ka bërë me ne, prandaj urime, sa tu ndoshta do të kemi edhe një kujdes të shpreha se ne kemi bërë, apo një pjesë urojnë gabim, thënë urime Bajramin, që në gjuhën shqipe do të themi urime për Bajramin. Pra nëse përdorim fjalën urime, do të ashtojmë edhe para fjalën për. Pra të mos themi drejt urime Bajramin, po urime për Bajramin. Ndryshe është puna nëse përdorim fjalën gëzuar. Aty e përdorim drejt përdej themi gëzuar Bajramin. Po përdorim urime, themi urime. Urime për Bajramin. Ndo një mesazh tjetër në raport me besimtarët tanë për këtë ditë feste? Mesazhi është që ta ndjejnë gëzimin, sepse Zoti po e kërkon këtë. Po thotë falyafrahu, le të gëzohen. I dërguari sallallahu alaihi wasallam do thotë ka qenë në praktikën e tij që ti vizitonte njerëzit. Kështu i ka mësuar edhe shokët e tij, që pastaj kemi tekste që na kanë ardhur, që ata kanë uruar njëri tjetrin, ka thonë Zoti na pranoft neve dhe juve, edhe që ta ndjejmë nevojën, ta ndjejmë detyrën që ne të falim njëri tjetrit për kusuret që i kemi, sepse jemi në momentin kur ne jemi të shpresë plot që Zoti na ka falur. Edhe që thuta e fjala do të bëj mirë siç ka bërë Zoti mirë ndaj teje. Mendoj që kjo fjalë më së miri realizohet edhe merr kuptim në zemrat tona pikërisht në moment e gëzimit, siç është momenti i Bajramit. Edhe për fund, a jep Bajrami edhe një koncept tjetër të veçantë për gjithë ne, se duhet jemi më shumë falëndërues, ta zëvendësojmë ankesën në këtë rast edhe ndaj Zotit, me falënderim ndaj Zotit, mos bëhet ankesa një prej fjalëve kyçe në jetën tonë, por të jemi më shumë falëndërues duke pasur mirësitë që na rrethojnë mesin tonë, sepse pikërisht ndoshta Ramazani dhe në këtë rast ndëlidha me Bajramin e kanë këtë pra një muaj, një lloj abstenimi nga ato që janë bazuar në jetën tonë, pastaj na lejon i Madh Zot që me vazhdu prapë të normalitet. Pra a mos ndodh kështu që po e shohim vlerën asaj që e keshim, por në Ramazan e pa çfarë do thotë mos i kesh gjërat bazike të jetës. Si e komenton këtë? Pikërisht, sepse edhe ai privimi që kemi në Ramazan, që është privim me çejfse ne vetë pranojmë, ai na mundson që ta kuptojmë, që ti kuptojmë më mirë ato të mira çka ne i kemi, çka Zoti Madhruar na e ka dhënë. Edhe kuptohet që kur kuptimi është më i mirë, më i saktë, atëherë edhe shfaqja e atij kuptimi del më mirë. Edhe është rasti që do të gëzohemi, po edhe turojmë, se ai urimi është në thelb edhe lutje. Kur i themi dikujt gëzuar Bajramin apo urime për Bajramin, ne jemi duke i thënë që sa bukur, sa mirë që Zoti Madhruar mund të na i ketë pranuar ibadetet tona, mund të na ketë falur edhe le të gëzohemi kësaj. Po, i nderuar, falenderoj shumë për angazhimin tuaj dhe natyrisht për shpjegimet e veçanta në raport me urtësitë që ka kjo fest. Na mësoft Zoti Madhëreshëm që të festojmë gjatë dhe ta ndjejmë këtë gëzim. Zoti nderoft. Edhe unë përgëzoj për emisionin tuaj që me shumë kënaqësi ndjekim. Faleminderit shumë. Shikues të nderuar, me kaq përfundon emisioni i sotëm dhe deri në takimin e radhës, Zoti Madhëreshëm qoftë i kënaqur me ju dhe familjet tuaja.